Patjetër, sigurisht ishte fitore e rëndësishme të cilën me patjetër duheshte ta fitonim. Po ashtu i lumtur edhe për 2 golet pasi janë të parët në kampionat për mua, por pak rëndësi ka kjo. Më e rëndësishme në këtë momente janë 3 pikët të cilat duhet i marrim në çdo ndeshje. Në fakt të menaxhuan të merren 3 pikët atë që deshtëm, sa ishte vështirë me një terren si ky dhe përballë një skuadre që realisht duke dashur të jemi profesionistë mund të bëjmë maksimumin, por realisht luanin me forca të reja dhe deri diku mbas edhe patët vështirësi. Sigurisht çdo ndeshje është e vështirë siç e thashë më përpara, por kjo nuk na intereson neve. Po ashtu edhe kundërshtarin ne duhet të japim maksimumin ton dhe duhet të fitojmë çdo ndeshje sepse siç e shohim kemi ndeshje gati çdo 3 ditë dhe për neve është shumë e rëndësishme që të fitojmë. Kera dy që luan bashkë me Daje me një skuadër, ke luajtur edhe te Rabotniçki, por nuk ajo që të ka ndodhur për herë të parë, kishte ndodhur të shënonit që të dy në një ndeshje, shënoi edhe Belica sot, i lumtur për këtë fat. Sigurisht jam shumë i lumtur për Belicën që shënoi gol sot. Nuk e di, nuk e mbaj mend ndonjëherë të kemi shënuar të dy në një ndeshje dhe jam shumë i lumtur. Do jenë gëzuar shpirt për cilin më shumë? Patjetër. Ndoshta për Belicën më shumë se ajo qendërmbrojtës dhe shënon më rrallë. Ke kujdes se thua Belicën apo Daje duhet? Belica, ne jemi profesionistë tani.